Mirëmëngjes, good morning, buenos dias. Shkëlqësia e ti, Zoti Edi Rama, Kryeministër i Republikës së Shqipërisë, Zoti Toni Gogu, Ministër i Drejtësisë i Republikës së Shqipërisë, Doktor Javier Cremades, President i Shoqatës Botërore të Juristëve, Zonja Vivian Reding, ish Komisionere Evropiane për Drejtësinë, të Drejtat e Njeriut dhe Shtetësinë, Zonja Kim Quarles, zëvendës presidente e Shoqatës Botërore të Juristëve, e nderuar kryetar i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, i nderuar kryetar i Gjykatës së Lartë të Shqipërisë, të nderuar rektor të Universiteteve të Tiranës, antar të bordit Fondacionit Botëror të Ligjit, autoritete qeveritare, ambasador, akademik nga çdo kontinent, të nderuar të ftuar, zonja dhe zotërinj. Mirë se keni ardhur në sesionin hapës të Kongresit Botëror të Ligjit Tirana 2026. Welcome to the opening session of the World Law Congress Tirana 2026. Bienvenidos a la sesión de apertura del Congreso Mundial de Derecho Tirana 2026. Sot mblidhemi këtu në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit në Tiranë për sesionin e hapjes të edicionit të 30 të Kongresit Botëror të Ligjit, një ngjarje e jashtëzakonshme që ka mbledhur më shumë se 300 folës dhe 5.000 pjesëmarrës me delegacione nga 80 vende për të diskutuar temat më aktuale dhe më urgjente në ligj dhe drejtësi, nën moton Shaping New Generations. Për Shqipërinë, ky është një moment i veçantë krenarie dhe përgjegjësie. Një vend që gjatë dekadës së fundit ka ndërmarrë reforma të thella në forcimin e shtetit të së drejtës, konsolidimin e institucioneve demokratike dhe mbrojtjen e të drejtave themelore. Mirëpret sot në sesionin hapës një nga forumet më të rëndësishme globale kushtuar sundimit të ligjit dhe shtetit të së drejtës. Është një nder dhe privilegj i madh t'ju kemi të ftuar të gjithëve në Tiranë. Të nderuar pjesëmarrës, sot Tirana nuk është vetëm kryeqyteti i Shqipërisë. Ajo është kthyer në një qendër globale të dialogut juridik dhe reflektimin mbi të ardhmen e shtetit të së drejtës. Në këtë sallë, ku janë mbledhur përfaqësues, ekspertë dhe profesionistë nga e gjithë bota, bashkojnë ide, përvoja dhe angazhime që të i kalojnë kufit kombëtar, në shërbim të një parimi universal, sundimin e ligjit dhe shtetin e së drejtës. Për të hapur këtë ceremoni, ju ftoj të shikoni një prezantim të shkurtër audiovizual mbi rrugtimin demokratik të Shqipërisë, nga tranzicioni demokratik përmes një dekade të reformës në drejtësi në rrugtimin e vendit drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Një udhëtim, mesazhi të cilit është i shkurtë dhe kuptimplot. Shteti i së drejtës nuk dhurohet, ai ndërtohet. Ju ftoj të ndiqni videon. Se vini në Shqipëri, një vend ku historia e drejtësisë nuk ka qenë e lehtë, por ka qenë gjithmonë e kërkuar. Për shekuj, në mungesë të shtetit, shoqëria u mbështet tek normat e saj, te zakoni, te fjala e dhënë, një mënyrë për të ruajtur rendin kur institucionet mungonin. Por drejtësia moderne kërkon më shumë se rend. Ajo kërkon institucione, pavarësi, barazi para ligjit. Në përpjekjen për të ndërtuar një shtet modern, Shqipëria hodhi hapa të rëndësishëm. Por për dekada drejtësia nuk ishte një pushtet i pavarur. Ishte një instrument i pushtetit. Kjo la pas një trashëgimi të vështirë, institucione të brishta dhe një besim të lënduar. Ndëshkimi të pandëshkueshmëve është standardi evropian që më shumë se çdo standard tjetër na mungon sot qysh prej shumë vitesh, për të bërë të mundur që dora e drejtësisë të mos ndalet më përpara skujt dhe në radh parë përpara të pandëshkueshmëve të veshur
qoftë me kostumin e politikës, qoftë me petkun e njeriut të drejtësisë. 140 kërë. Në vitin 2016, Shqipëria ndërmori një reformë të thellë në drejtësi. Një proces i gjerë dhe i vështirë rivlerësimi riformësoi sistemin, u ndërtuan institucione të reja për të garantuar pavarësi dhe përgjegjshmëri. Për herë të parë, drejtësia filloi të veprojë përtej ndikimit dhe të përballet edhe me vetveten. Por kjo reformë nuk ishte vetëm për të ndërtuar strukture të reja, ishte për të ndryshuar vetë logjikën e sistemit. Nga kontrollit e pavarësia, nga ndikimit e përgjegjshmëria, nga mosbesimit e integriteti. Sot drejtësia në Shqipëri është më e pavarur dhe më e sfiduar se kur më parë. Procesi vazhdon, institucionet forcohen, besimi ndërtohet hap pas hapi. Por kjo histori nuk është vetëm shqiptare. Sfidat ndaj sundimit të ligjit sot janë globale. Besimi tek drejtësia vjet në provë në shumë shoqëri. Institucionet përballen me presione të reja. Në këtë botë ndërlidhur, askush nuk është i vetëm. Dhe pikërisht për të arsye, përvojat kombëtare kanë vlerë kur ndahen. Sot Shqipëria sjell këtë përvojë në një dialog më të gjerë global, një dialog mes juristësh, institucioneve dhe shoqërive, që besojnë se drejtësia është themeli i lirisë. Sepse rruga nuk mbaron me ndërtimin e institucioneve, sfida jonë sot është më e thellë, ta bëjmë drejtësinë të prekshme për çdo qytetar, të drejtë, të barabartë dhe të besueshme. Sepse në fund, drejtësia nuk matet me ligjet që shkruajmë, por me besimin që ndërtojmë. Dhe kjo nuk është vetëm sfida e Shqipërisë, por e çdo shoqërie që beson tek sundimi i ligjit. Faleminderit. Për fjalën e hapjes së kësaj ceremonie, kam nderin të mirëpres Ministrin e Drejtësisë, zotin Toni Gogu. Ministër Gogu, fjala për ju. Nderuar Kryeministër Edi Rama, i nderuar Ministri i Drejtësisë franceze, zoti Darmanin, mirë se erdhët. Nderuar Presidenti i World Law Foundation, Javier Cremades, të nderuar antar të bordit fondacionit, të nderuar jurist, shërbëtor të ligjit dhe miq të drejtësisë. Pas 3 ditësh, Shqipëria feston ditën e drejtësisë. Një datë që na kthen te 10 maj vitit 1913, kur shteti shqiptar i sapo krijuar hodhi hapat e parë për organizimin e sistemit të vet gjyqësor. Nuk është e pakuptim që një nga aktet e para të shtetit shqiptar ishte organizimi i drejtësisë, që në filles shteti ynë kërkoi të themelohet nën sundimin e ligjit. Një shekull më vonë, gjendur përballë misionit të vet historik antarësimit në familjen europiane, Shqipëria ndërmori reformën më themelore për drejtësinë, atë që njihet si reforma kushtetuese e vitit 2016. Dhe sot, në këtë sesion hapës të Kongresit Botëror që zhvillohet vitin tjetër në Tiranë, ne detyrohemi të shohim pas. Të shohim te historia e ndërtimit të institucioneve tona, të shohim te zgjedhja për të reformuar drejtësinë edhe kur kjo duke e pamundur. Sot
kemi zgjedhur të reflektojmë mbi një dekadë transformimi, debatesh, rezistence, por dhe pritshmërish. Gjithashtu sot vendosim të shohim edhe përpara drejt një bote ku besimit e institucionet, sundimi i ligjit dhe vetë demokracia po vjen gjithnjë e më shumë në sprovë. Prandaj, sot nuk jemi mbledhur vetëm për të kujtuar reformën shqiptare, jemi mbledhur për të reflektuar mbi një pyetje që tashmë është globale. A kanë ende shoqëritë demokratike vullnetin për të reformuar vetveten? Personalisht i përkas një brezi juristësh që u formua në vitet ku Shqipëria përpiqej të ndërtonte një shtet demokratik dhe institucione të besueshme. Për ne, ideja e Shqipërisë europiane ka qenë gjithmonë e lidhur me një bindje të thjeshtë, që ligji duhet të jetë më i fortë se pushteti. 10 vite më parë, Shqipëria ndërmori një reformë të thellë në sistemin e drejtësisë, një reformë e miratuar me unanimitet nga të 140 deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, besoj momenti rrallë konsensusi politik për drejtësinë. Ishte një reformë e jashtëzakonshme dhe në shumë momente edhe e dhimbshme. Nuk ishte një rregullim teknik, ishte një zgjedhje për të ndryshuar marrëdhënien mes pushtetit dhe ligjit, për të kaluar nga një sistemi ndikuar nga politika drejt një sistemi që vetë qeveriset përmes institucioneve të pavarura. Ky transformim nuk erdhi rastësisht, u ndërtua përmes një procesi gjithëpërfshirës, me ekspertizë shqiptare dhe ndërkombëtare dhe nën shqyrtimin rigoroz të Komisionit të Venecias. Në Europë, shteti i së drejtës nuk u ndërtua brenda një dite. Institucionet u formuan përmes krizave, reformave dhe korrigjimeve të vazhdueshme që nga Magna Carta dhe deri te rindërtimi demokratik i Europës pas luftës së dytë botërore. Ndaj sociologu gjerman Max Weber do të konkludonte duke thënë që besimi në rendin ligjor është themeli i shtetit modern. Por ky besim nuk dhurohet. Ndërtohet mundimshëm çdo ditë. Dhe sot konteksti global e bën këtë edhe më të qartë. Në vitet e fundit, në më shumë se gjysmën e vendeve të botës, treguesit e sundimit të ligjit kanë qëndruar në vend numëro ose janë përkeqësuar. Ndërkohë, vetëm në 10% të popullsisë botërore jeton sot demokracia e plotë. Pra sfida nuk është vetëm të ndërtosh institucione, sfida është të ruash besimin tek ato dhe në këtë kontekst Shqipëria nuk është e përsosur. Ajo përfaqëson diçka që sot nuk është e zakonshme. Të reformosh vetveten. Edhe kur ky reformim ka kosto, edhe kur kërkon kohë, edhe kur përballet me skepticizëm, dhe kjo nuk është vetëm një çështje politike. Është dhe një debat publik në vendin tonë. Është një debat i fortë, shpesh i lodhshëm, me pritshmërisë për rezultate të shpejta dhe realitetit të reformave që kërkojnë kohë. Debati është pjesë e vetë procesit reformues, sepse drejtësia nuk ndërtohet fshehurazi. Ajo ndërtohet në sytë e publikut dhe përmes besimit të tij. Në kulturën tonë ekziston koncepti i besës, fjala e dhënë që krijon detyrim. Në një farë mënyrë edhe shteti modern funksionon mbi një besë më të madhe. Besimin se ligji do të zbatohet njësoj për të gjithë. Dhe ndoshta kjo është sfida më e madhe e kohës sonë. Jo vetëm të shkruajmë ligje të mira, por të ruajmë besimin e shoqërive tona tek drejtësia dhe institucionet. Pikërisht këtu qëndron dhe rëndësia e Kongresit Botëror që zhvillojmë vitin tjetër në Tiranë. Ndërsa shënojmë 10 vite nga reforma, ne nuk shpallim një sukses të përfunduar. Ne riafirmojmë bindjen tonë se drejtësia nuk mund të jetë e fortë pa qenë e besueshme. Se pavarësia është e pamjaftueshme pa përgjegjshmërinë. Dhe se shteti i së drejtës nuk mbahet gjallë vetëm nga institucionet, por edhe nga besimi i qytetarëve tek ato. Zonja dhe zotrinj, 10 vite më parë, Shqipëria ndërmori një reformë të vështirë dhe ende të papërfunduar.
Sot ne jemi më të qartë se kur për një gjë. Sundimi I ligjit nuk ndërtohet një herë e përgjithmonë. Që ligji të sundojë nevojitën institucione që korrigjojnë vetveten, duhet që shoqëria të mos heqë dorë kur nga kërkesa për drejtësi dhe kërkohet vullnet politik për të reformuar, edhe kur reforma duket e pamundur. Në këtë kuptim, Kongresi I vitit të ardhshëm nuk është vetëm një moment reflektimi. Është një kujtesë se shteti I së drejtës mbetet puna më e vështirë e demokracive tona, por në fund të fundit më e domosdoshmja. Faleminderit. Faleminderit, Ministër Gogu. World Jurist Association ka qenë një promovues global I shtetit të së drejtës për më shumë se 6 dekada. Ju ftoj tani të ndiqni një video në historinë e këtij institucioni të shuar. Peace through law. During the Cold War years, faced with the threat of a nuclear holocaust, a few good men set in motion a singular initiative in favor of peace. It was July 1957 when, on the occasion of a gala hosted in London in honor of the American Bar Association, its president, Charles Ryan, the Chief Justice of the United States, Earl Warren, and Sir Winston Churchill agreed to create a program to promote world peace through law, the rule of law against the use of force. It's at that moment they decided to launch what would later be called the World Jurist Association. Years later, in 1963, Charles Ryan and Earl Warren, in their tireless struggle for human rights, inaugurated in Greece the first World Congress of Law. Numerous presidents of Supreme and Constitutional Courts from different countries throughout the world, general attorneys, egregious lawyers, and eminent professors, a group of more than 3,000 jurists centered around a single purpose, defined by President Kennedy in his message to the Assembly. It gives me great pleasure to send greetings to the First World Conference on World Peace through the Rule of Law. This conference represents 5 years of effort and brings together lawyers and judges from overseas from 100 countries in the attempt to develop and strengthen the legal machinery that must form the basis for peaceful relations among all nations. 2 years later, Lyndon B. Johnson inaugurated the Second World Congress in Washington, whose organizing committee was chaired by Presidents Truman and Eisenhower. 25 more assemblies of this kind, organized by the World Jurist Association, have taken place since then in various countries worldwide. Thousands of men and women united in this formidable association to promote peace through law throughout the world. Madrid, within the framework of the 26th World Law Congress, the largest association of jurists in the world, King Felipe VI of Spain is awarded the World Peace and Liberty Award for his defense of democratic and constitutional values that has presided over the 40 years of greater freedom and prosperity throughout the history of his country. In February 2020, the World Jurist Association and the World Law Foundation, chaired by Javier Cremades, present the World Peace and Liberty Award to U.S. Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg. I would like to first of all acknowledge and celebrate the creation by the World Jurist Association of the Ruth Bader Ginsburg Medals. For the first time, this award that many consider the Nobel Prize of Law is not given to a person. The World Jurist Association awards to them the World Peace and Liberty Award as its 2021 World Law Congress. Congratulations, people of Colombia. For 60 years now, the WJA has worked to strengthen the rule of law around the globe so we can build a peaceful, more inclusive set of societies where the rights of all are respected. I want to thank the World Jurist Association and its chairman, Javier Cremades, for hosting today's program and for the important role the organization plays in our international community. Andrew Young is a powerful voice of peace. So I want to thank you for your faith in justice and your willingness to work for peace.
On behalf of the World Jurist Association, welcome again to New York. What an honor to receive this award on behalf of the European Commission. Please accept from me, from my colleagues on the court, and from my family, our deepest thanks for this splendid award. I am deeply humbled to receive this award because there are so many others in this room today who are more deserving than me. Gracias a ustedes por todo lo que han hecho por el Estado de Derecho. Nos veremos relativamente pronto, en Tirana, en mayo del año 27. Mientras tanto, sigamos trabajando para que cada uno desde su responsabilidad siga siendo una pequeña fuerza a favor del Estado de Derecho y que eso nos permita a todos perseguir unidos nuestros sueños de paz y justicia en libertad. Muchas gracias. Dhe pas prezantimit të kontributit që World Association kanë dhënë, kam nderin në këto momente të thras presidentin e shoqatës botërore të ligjit dhe fondacionit botëror të ligjit, Dr. Javier Cremades. I cili do të shoqërohet së bashku nga zonja Viviane Reding, ish komisionere evropiane për drejtësinë, të drejtat themelore dhe shtetësinë dhe zëvendës presidente e World Law Foundation, dhe zonja Kim Quarles, zëvendës presidente Shoqata Botërore e Juristëve. President Cremades, një nga figurat më të shuara në promovimin e shtetit të së drejtës në nivel ndërkombëtar. Është një nder t'ju mirëpresim në Tiranë. Fjala është për ju. Prime Minister, Minister of Zoti Justice, Kryeministër, President of the Supreme Zoti Court, Ministër, Rectors, President of the Kryetari i Bar Gjykatës Association Supreme, of Tirana, members of the board, Minister of Antar, Justice of the Republic of France, Ministër i my dear Drejtësisë Chancellor, Republikës së Francës, Zoti Ajbar, good morning and thank you. Mirëmëngjesi dhe faleminderit. We have a short time Kemi një to share periudhë with you what is coming next shkurtër year. kohore të ndaj me ju atë që do të ndodhë vitin që vjen. Dhe do dëshironim që ne ta përdornim këtë kohë Of this opportunity where you, dhe këtë mundësi the host country, ku ju, vendi mikpritës, jeni duke u përgatitur për të marrë dhe avantazhet e kësaj mundësie. Pra ideja ime është këtu që të sqaroj pse u zgjodh Shqipëria dhe Tirana, çfarë do të ndodhë dhe si do të merrni avantazhin e kësaj që po ndodh. Ju pat një video lidhur me historikun e këtij fondacioni dhe e kemi parë që ka qenë një botë shumë e rrezikshme e ndar nga një perde e hekur nga njëra anë e së cilës ishte totalitarizmi dhe ju e dini këtë shumë mirë. Ju e dini se në cilën anë të kësaj perdeje keni qenë ju. Sigurisht që bota ka qenë e rrezikshme, por ka qenë një gjë e thjeshtë, njerëzit donin ta hratiseshin nga totalitarizmi dhe të arrinin ato hapësira ku prosperiteti ishte i mundur. Sot, brezi ynë përballet me një situatë më komplekse, ku duket sikur autokracitë tashmë po bëhen funksionale dhe ku demokracitë po lodhen, po bëhen disfunksionale. Ku autokracia po penetron në demokraci, po bën një destabilizim të demokracisë dhe po krijon konfuzion
dhe po e bën të pamundur që sistemi të funksionojë. Atëherë, si do të mundemi ne sot të promovojmë një dinjitet njerëzor në kapacitetin më të mundshëm, të cilin mund të asigurojë vetëm sundimi i së drejtës? Në fakt ka tre sfida kryesore. Njëra është aksesi tek e vërteta. Është në fakt shumë e vështirë që sot në botën digjitale ne në fakt t'i detyrojmë qytetarët që të jenë të mirë informuar për realitetin dhe pa të vërtetën nuk mund të krijohet pra liria e vërteta dhe nuk mund të krijohet sundimi i ligjit. Dje kemi pasur një event të mrekullueshëm me një ceremoni për honoris causa për të mësuar pak më shumë për gjyqtarët. Gjyqtarët janë sulmuar dhe po sulmohen kudo, edhe në vendet demokratike, dhe madje shtetet po i shohin gjyqtarët sikur janë politikanë të veshur me mantelin e drejtësisë. Dhe mund të themi që drejtësia pra është në një rrethim. Dhe gjëja tjetër është polarizimi. Dje kemi folur me zotin Ngafano që ndonjëherë ne nuk shohim kundërshtar, por shohim vetëm armiq dhe ky nuk është shpirti i demokracisë. Ne ndajmë hapësirën publike dhe po përpiqemi që të kuptojmë jo vetëm racionalitetin dhe atë që është e mirë në propozimet e kundërshtarit tuaj. Pra, këto sëmundje në thonjza duhen trajtuar. Po pse u zgjodh Tirana? Pse Shqipëria? Sepse në fakt mendojmë që ne mund të mësojmë diçka prej jush. Këtu në këtë vend kaq të vogël ju keni disa gjëra që janë kaq interesante. Këtu jetojnë besime të ndryshme fetare në harmoni. Për shembull, udhëheqësi juaj Kryeministri është një nga miqtë më të mirë të presidentit të vendit tim. Madje dhe një nga miqtë të ngushtë të Trumpit. Pra, a mund të mendojmë ndonjë vend tjetër që mund të ketë një pozicion kaq të favorshëm aktualisht? Por madje diçka u theksua edhe në fjalimin e ministrit të drejtësisë, pra nëpërmjet pasionit të aspiratave për të bërë antar të Bashkimit Evropian, që nuk është thjesht një objektiv e udhëheqësve të vendit, por është dhe një ëndër që ndajnë të gjithë. Dhe kjo ju bën ju kandidatët perfekt, sepse dje kemi thënë që Komisioni Evropian nuk është thjesht një klub i vendeve më të pasura, nuk është thjesht një treg apo një hapësirë për një qytetari të ndarë, por është thjesht një hapësirë për sundimin e ligjit. Dhe për këtë arsye, transformimi i vendit tuaj dhe i reformës tuaj në drejtësi na bën që ne të vimë në Shqipëri. Cila është lidhja mes komunitetit dhe sundimit të ligjit? Ju do t'ju duhet të transformoni shoqërinë tuaj dhe sistemin tuaj për të futur në Bashkimin Evropian. Dhe këtë gjë e keni bërë edhe nëpërmjet përgatitjeve të vogla përmes reformës në drejtësi. Dhe kjo është dhe arsyeja që ne dëshirojmë që e gjithë kjo lodhje nga këto popullata, nga demokracitë e vjetra, të cilat e kanë marrë, e kanë konsideruar demokracinë si diçka të përjetshme, na bën që të vijmë këtu dhe të shikojmë këtë marrëdhënie kaq të mirë që ka Shqipëria me sundimin e ligjit. Çfarë do të ndodhë? Çfarë do të ndodhi? Çfarë do të shihet? Ju do ta kuptoni edhe vetë që janë dimensione të prekshme. Mund të krahasoni, madje mund ta krahasoni edhe me lojrat olimpike ato që do të ndodhë, sepse normalisht njerëzit janë në radar. Për shembull kemi udhëheqësit,
kryetarët e dhomave të juristëve, ose nga vendet të ndryshme, nga Brazili, nga Argentina, etj. Sot kemi 100 vetë që po na vinë dhe kemi më shumë se aq. Nga 2.000 vetë, 1.000 prej tyre do të jenë në Shqipëri dhe 1.000 prej tyre do të jenë që do të vinë nga jashtë Shqipërisë. Këta që janë 1.000 vetë kanë përgjegjësinë për të krijuar institucionet e reja, për të prodhuar norma të qarta, për të marrë vendime të sakta, për t'i dhënë jetë sundimit të ligjit brez pas brezi. Mund ta krahasoni një sipërmarrje të tillë me çmimin Nobel, ku kemi parasysh figura të shquara. Për shembull në Itali, ku kemi pasur rastin e profesorit të shquar i cili ka qenë një profesor fillimisht për të drejtën e ligjit. Dhe më pas u bë një gjyqtar. Pra, dhe kjo është pikërisht ajo që do të duhet të lihet për brezat e ardhshëm. Unë besoj që Shqipëria dhe Tirana do të jetë kryeqyteti i sundimit të ligjit. Për shembull në Republikën Dominikane ne kemi krijuar, kemi ndërtuar edhe një statuj të tillë për sundimin e ligjit që është mjaft e madhe dhe mendojmë që një gjë e tillë të bëhet edhe këtu tek ju. Besojmë që sundimi i ligjit të jetë i saktë dhe kushtetuta në fakt duhet të jetë që të vlerësoj dinjitetin njerëzor dhe kushtetuta Shtetet Bashkuara duhet të ishte azhurnuar më tej, sepse çdo person i vetëm duhet të ketë dinjitetin e tij. Si mund të marrim pjesë në këtë proces? Këto procese të kongreseve botërore të drejtësisë janë ngjarje që nuk mbështesin në fakt qeverinë, ne mbështesim vendet, parlamentet, universitetet, gjyqtarët, institucionet, por ne do të duam të vëmë theksin, si që thash dhe më përpara, mes popullatës dhe sistemit, sepse pak të lidhje, sistemi nuk do të mund të funksionojë, dhe sikur të keni institucionet më të mira. Ne vim nga vende ku njerëzit tani thonë, nuk më interesojnë shumë këto institucionet e drejtësisë. Ne presim që ju të bëni gjysmën e punës dhe ne të bëjmë gjysmën tjetër. Në qoftë se ju sillni 1.000 vetë, ne do sillim 1.000 të tjerë. Në qoftë se njerëzit në Shqipëri do të jenë shumë të lidhur me institucionet dhe në veçanti brezat e rinj, më lejoni që ta mbyll këtu duke thënë që ky proces në fakt është një rrugtim. Është një rrugtim nga Tirana dhe nga Berlini, nga Tirana do të shkojmë në Berlin në 2029 për vjetorin e 40, sepse kjo konvenon edhe me 80 vjetorin e kushtetutës gjermane. Pra, ne do të bëjmë të rrugtim duke ndaluar së pari në Shqipëri, dhe kjo do të jetë pjesë e një komuniteti të vogël njerëzish kudo në botë që ka një qëllim për të promovuar dinjitetin njerëzor përmes sundimit të ligjit dhe kemi parasysh që po jetojmë në kohë teje të vështira, por e vërteta është që ju nuk do të bëheni thjesht pjesë e këtij komuniteti, por dhe njerëz dhe pjesëtar entuziast që do të ndani eksperiencën tuaj. Faleminderit shumë. Do të doja t'ju prezantoja edhe zonjën Vivian, e cila nuk ka qenë thjesht gruaja e parë si ministre e drejtësisë, komisionerja e parë e drejtësisë në Bashkimin Evropian, ajo ka qenë edhe fytyra e shumë debateve në 20 vitet e fundit, reformave ligjore të Bashkimit Evropian, në Komisionin Ligjor, ajo ka qenë zëvendës presidente
Dhe ja, ku kemi dhe zonin King Quarles, ajo ka qenë në këtë shoqat që jeton tashmë në New York, ndërsa vjen jeton në Luxemburg. Ato të dyja kanë diçka, një mesazh të shkurtër për ju sot. Nderuar zoti kryeministër, nderuar ministri i drejtësisë, të nderuara zonja dhe zotrinj, të nderuar miq, është një kënaqësi e madhe për mua dhe një nder i madh që unë t'ju takoj këtu në këtë vend kaq të mrekullueshëm, Shqipërinë. Dhe t'ju takoj ju në këtë moment të rëndësishëm në kohë. Është një moment i rëndësishëm jo vetëm për Shqipërinë, sepse ju jeni në një moment të veçantë, kohor, kur jeni duke u përpjekur të plotësoni dhe të arrini kushtet për të bërë antar të Bashkimit Evropian. Evropa nuk është ndërtuar thjesht vetëm mbi qëllime ekonomike, por kryesisht është një union i vlerave. Ka qenë e tillë që nga themelimi i saj ku 6 vende vendosën që të dalin jashtë logjikës së luftës së dytë botërore dhe të ndërtojnë mbi forcën e ligjeve dhe me Kartën e të drejtave themelore të njerëzit. Evropa e ka bërë shumë të qartë që vlerat nuk janë një dekor, por janë një blok ndërtues për një shoqëri më të drejtë në masën më të madhe dhe për mirëqenien e secilit qytetar. Por po ashtu ky është një moment shumë i rëndësishëm për të gjitha vendet në botë, sepse ne jemi duke përjetuar këto kohë dhe këto vite, një situatë ku të drejtat themelore po sulmohen, ku vlerësimi global ka konkluduar që nga 137 shtete të cilat ishin analizuar, 77 prej tyre nuk mund të quhen më demokraci. Ndërkohë, kemi një numër alarmant shtetesh të cilat kanë tërhequr shtetet e tyre nga traktatet e tilla dhe ku nuk i zbatojnë pikërisht këto norma ndërkombëtare, pikërisht në këto momente kur kemi dhe shohim një rritje të forcave autoritare. Pavarësia e drejtësisë, media e lirë, liria e mësimit akademik janë të gjitha në sulm, duke e bërë një pjesë të madhe të popullatës së botërore pa të drejtat minimale dhe pa këto mjete përgjegjësie. Bota sotme nuk po ju jep shoqërive sot përmirësime, hap pas hapi në jetën e tyre. Dhe ne nuk e shohim këtë çfarë kemi parë si përmirësim dekadave të kaluara, sepse shumë shpesh kjo botë në fakt kjo botë po shkon tashmë përtej këtyre problematikave, duke shtuar këtu dhe përparësinë e pushtetit teknologjik. Këto ndryshime kaq të mëdha do të duhet të tregojmë që pavarësisht këtyre, respekti, dinjiteti, sundimi i ligjit nuk janë thjesht baza, por janë të vetmet baza për një shoqëri të drejtë demokratike dhe përgjegjësia jonë në fakt është që ne të prezantojmë ato mjete të nevojshme të dura në mënyrë që reformat të jenë të zbatueshme. Dhe Kongresi ynë botëror do të bëhet sundimi i ligjit, do të jetë një proces që do t'i zgjojë të gjithë në botë dhe ne do t'ja dalim.
Faleminderit. President Kremades, zonja Riding dhe zonja Quartz. Tani, bërim në një nga momentet qendrore të këtij sesioni hapës, ai ka udhëhequr Shqipërinë përgjatë një prej transformimeve institucionale më të rëndësishme në historinë e saj moderne. Ka mbështetur dhe promovuar reformën në drejtësi, ka kontribuar në forcimin e pavarësisë së gjyqësorit dhe ka udhëhequr vendin në rrugëtimin drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Zonja dhe zotërinj, ju lutem mirëprisni shkëlqësinë e tij zotin Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë. Zoti kryeministër, fjala për ju. Nderuar Ministri i Drejtësisë i Republikës së Francës, Zoti Darmanin, bienvenue à Tirana. Nous vous sommes profondément reconnaissants pour votre assistance dans notre chemin difficile. Dhe në shprehje të mirënjohjes për gjithçka ju, qeveria juaj, presidenti, po bëni për të mbështetur procesin e reformimit dhe të zbatimit të reformës në drejtësi, ne patëm dje kënaqësinë që të mbështesim fitoren e Paris Saint-Germainit. Gjë që së bashku e pritëm me shumë padurim. Kështu që nëse doni të fitoni dhe finalen, hajdeni prapë në Tiranë në 30 maj. I dashur Javier, querido Javier, bienvenidos a Tirana. Es un honor y un placer tenerlos aquí. Këto ishin fjalët e mia në gjuhë huaj, tani dua të them disa fjalë lidhur me këtë moment kaq prekës, do thosha, për Shqipërinë që bëhet epiqendra e një aktiviteti me prestigj botror në fushën e sundimit ligjit. Një botë e qeverisur nga ligji, jo nga forca, është motoja që ka udhëhequr që nga viti i lindjes së saj në 1963 shoqatën botërore të juristëve, e krijuar aso kohë mes tensionesh të thella gjeopolitike dhe e rritur si një platformë besimi tek ligji dhe besueshmërie e njerëzve të ligjit. Sot, Kongresi Botëror i Ligjit është një institucion i mirënjohur botërisht, i cili nën kujdesin e mbretit të Spanjës, Felipe II, dhe me punën e palodhur të shoqatës, çon në përbot mesazhin e pikërisht atij motivi që e lindi shoqatën,
mesazhin e një bote të qeverisur nga ligji, jo nga forca. Dhe nuk besoj se do kishte këtu në të sallë apo jashtë kësaj salle një shqiptar të vetëm që do ngritet dorën nëse unë do pyesja a do ta kishe imagjinuar vetëm disa vite më parë që Kongresi Botëror i Ligjit do të bëjë në Tiranë në vitin 2027. Natyrisht që askush nuk do ta kishte imagjinuar që Tirana, Shqipëria, do të përzgjidhej nga kjo platformë prestigjioze si një vend mikpritës i këtij kongresi, jo për pozicionin e saj gjeografik, jo për klimën apo për mikpritjen e saj, po për çka Shqipëria ka bërë në dekadën e fundit në raport me një sfidë historike dhe të pamundur për shumë e shumë dekada për popullin shqiptar, për të ndërtuar këtu në këtë vend pikërisht kushtet e një vendi të qeverisur nga ligji, jo nga forca. Dhe duke hedhur disa mendime për këtë fjalë që e pashtu udhës ta ndaj si një moment reflektimi me ju, më kujtua kur ne bëm një anketim publik për vettingun në kohën kur konceptonim dhe çonim përpara reformën drejtësi. Dhe dihet botërisht që vettingu ishte një pikë kyçe. Një pikë kyçe tek e cila ishim ne që besuam të parët dhe pastaj bëm të gjitha përpjekjet që ata të cilët sot e përshëndesin vettingun si një moment kthese në historinë e drejtësisë shqiptare, ta besonin si që besonim ne. Dhe këtu e kam fjalën për të gjithë partnerët tanë të çmuar në këtë rrugë ku mbështetja e tyre ka qenë pa asnjë diskutim me një rëndësi të dorës parë. Dhe në atë anketim publik që bëm aso kohe për të matur pulsin e opinionit publik shqiptar, morëm 2 të dhëna shumë domethënëse, në dukje kontradiktore, por në përmbajtjen e tyre tërësisht komplementare. 90% e shqiptarëve mbështesnin fuqimisht vettingun e gjykatësve dhe të prokurorëve. Dhe ju e dini shumë mirë, të paktën shqiptarët që janë të sallë, e dini shumë mirë që të bësh bashk 90% të shqiptarëve për një çështje është diçka jashtëzakonisht e rrallë. Edhe për orën që po zhvillohet takimi sot, unë e bindur që po të kishim një votim të shtetë mes shqiptarëve, do kishim mosdakordsi nëse është mëngjes apo është mbasdite. Dhe tjetra ishte përgjigja mbi a besoni ju që në jetën tuaj në Shqipëri do të shikoni fundin e pandëshkueshmërisë dhe barazinë e njerëzve para ligjit? Mbi 80% ishin mosbesues. Pra,
mbi 90% e shqiptarëve donin që të bëhej vetingu dhe e mbështesnin fuqimisht reformën drejtësi, sepse ishin të raskapitur nga një drejtësi tërësisht e pa barabart në raport me ligjin dhe me ta, por mbi 80% e tyre nuk kishin besim se do shikonin në të gjallë të tyre një spostim të pushtetit të drejtësisë drejt barazisë para ligjit. Dhe për hir të vërtetës, askush nuk mund t'i vëri faj të gjitha atyre që ishin aq mosbesues, pasi nuk ishte thjesht e përditshmja e tyre që prej vitesh ju provonte se drejtësia ishte një iluzion në Shqipëri, por ishte historia e shtetit shqiptar, qysh nga viti 1912, që provonte vetëm se pushteti i drejtësisë ishte në duart e më të fuqishmëve të politikës. Demokraci, monarki, diktatur, pastaj përsëri liri me nuanca demokracie, pavarësisht nga kalimet e sistemeve, një gjë ishte e pandryshuar. Shpata e zonjës drejtësisë, që është e pandar në çdo statuj të vogël apo të madhe që simbolizon drejtësinë, ishte e palëvizur në zyrën e të parit të qeverisë. Dhe në vitin 2013, ne bëm atë që s'kishte guxuar ta bënte askush më parë, madje as nuk e kishte hyrë me imagjinat atë deti që ne vendosëm të hymë në këmbë. Duke vendosur diçka dramatike për njerëz që përfaqësojnë një pushtet politik dhe një pushtet politik në shumicë, të dorëzojmë shpatën tek një forcë tjetër dhe të krijojmë kushtet që në këtë hapësirë të bashkëjetesës mes nesh të krijohet një pushtet tjetër, real dhe realisht i pavarur nga pushteti politik. Në një libër që ka bërë Buj edhe që studiohet vimësisht, i cili është bashk autorsuar nga një çmim Nobel, Daria Nacemoglu, i cili titullohet Pse bien vendet apo Why Nations Fail, sillet një shembull ndër të tjerë i një vendi të ndarë në mes nga kufiri mes Shtetit Bashkuar dhe Meksikës. Njësoj si të ndajnë mes një qytet mes Shqipërisë dhe një fshinji. Të njëjtët njerëz, e njëjta traditë, të njëjtat zakone dhe dy realitete totalisht të ndryshme. Në njërën anë të kufirit, gjithçka funksionon, në anë tjetër të kufirit asgjë nuk funksionon. Në njërën anë të kufirit, kopshte, shkolla, shërbim shëndetësor dhe përgjithsisht qetësi publike, në anë tjetër të kufirit, krim, drogë, e të gjitha të tjerat radhë. Pse?
një dhe njerëz. Sepse në njërën anë të kufirit sundon ligji i cili garantohet nga institucionet, në anë tjetër të kufirit sundon forca dhe ekuilibrat garantohen nga forcat mbi ligjin në territor. Dhe pikërisht këtu është madhështia, por edhe vështirësia e sfidës sonë. Me këtë reformë që sot është e shkruar e zeza mbi të bardhë në letër dhe që ka filluar të japë rezultate të prekshme, ndërkohë që duhet të garantohet në jetëgjatësinë e vet jo nga njerëzit, po nga institucionet. Ndërtimi i institucioneve të projektuara në atë reformë nuk është një proces që mund të përmbushet as në një dekadë dhe as në 2 dekada. Një dekadë tani më ka kaluar, një dekadë tjetër ka nisur dhe procesi vazhdon. Por në ndërkohë, ajo çka duhet të garantohet në mënyrë të pa lëkundur është që procesi të mbështetet me çdo kusht nga forcat që kanë kapacitet ta ndryshojnë rrjedhën e tij. Që do të thotë nga pushteti politik. Natyrisht që nëse i afrohemi një afresku të madh, e kemi të pamundur të perceptojmë të gjithë kompleksitetin e tij, dhe nëse shkojmë shumë afër murit, ka shumë gjëra të cilat duket sikur nuk shkojnë. Prandaj është gjithmonë e domosdoshme, edhe pse më e lehtë të thuhet sa të bëhet, që të mbajmë distancë për të parë në kompleks një afresk i cili po pikturohet ditë pas dite nga një numër shumë i madh forcash në hapësirën që ka krijuar reforma në drejtësi. Arsyeja pse sfida është kaq e jashtëzakonshme dhe njëkohësisht kaq madhështore në historinë e vendit tonë është pikërisht sepse ndërtimi i institucioneve është diçka krejt tjetër nga përpjekjet e politikës, të vendimarrjes, të përfaqësuesve, të grupeve të interesit për të konceptuar dhe për të realizuar hartën e veprimeve. Në fund të ditës ka një të vërtet shumë të thjeshtë. Njerëzit nuk korruptojnë dot një sistem, ndërsa sistemet, nëse nuk janë të ndërtuara mbi bazën e institucioneve që garantojnë sundimin e ligjit, korruptojnë këdo. Unë kam sjell dikur një shembull dhe po e risjell këtu, kur diskutohej vendosja e rripit sigurimit në Shqipëri. Vendosja e rripit sigurimit në trafik ishte diçka jashtëzakonisht e vështirë për t'u perceptuar nga shqiptarët. Dhe ishte një fakt që e dallonte shqiptarin këtu me shqiptarin në Gjermani.
Asnjë shqiptar në Gjermani nuk e konceptonte dot që të ndiste makinën pa vënë rrypin. Por shumë pak shqiptarë e konceptonin që të vinin nga Gjermania këtu dhe të mbanin rrypin. Dhe një ditë një ambasador i Gjermanisë më thot, çudi e madhe, thot, ju shqiptarët as këtë gjë, thot, nuk e mësoni shpejt. I thash gjo, ty do të vi keq, po unë kam parë punonjës të ambasadës gjermane pa rryp sigurie në Shqipëri. Edhe kjo është e vërtet. Sepse nuk është njeriu, nuk është kombësia e tij, nuk është historia prej nga një popull vjen, që përcakton sjelljen e individit në raport me ligjin. Është sistemi. Gjermanët në Shqipëri e bilej gëzoheshin mosvënies rrypit sigurisë. Shqiptarët në Gjermani as nuk e imagjinonin që mos vinin rryp sigurie. Dhe ky është hendeku që ne duhet mbushim me reformën në drejtësi dhe me ndërtimin e institucioneve në tërësi. Krijimi i një sistemi që e bën pastaj të pamundur arbitraritetin, i cili edhe sot që flasim është i kudondodhur në sistemin ton shtetëror, përfshirë edhe sistemin e drejtësisë, dhe e bën të pamundur krijimin e niveleve të ndryshme në raport me kërkesën e ligjit. Ne jemi në këtë sfidë plotësisht vendosur që të mos lejojmë që të ketë kthim mbrapa. Jemi në këtë sfidë plotësisht vendosur që ta bëjmë të pa kthyeshëm këtë proces dhe në këtë pikë ka diçka që është garanci shumë e madhe për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Dy fjalë, Bashkimi Evropian. Nëse Bashkimi Evropian nuk do të ishte aty, nëse shqiptarët nuk do ta dëshironin aq shumë Bashkimin Evropian, ne nuk do të arrijmë kurrë të ndërtonim një sistem të pavarur drejtësie dhe të vendosim barazim para ligjit. Ose do të arrinim, po aq sa kanë arritur afganët apo irakenët pas bombave dhe pas përpjekjeve utopike të Perëndimit dhe të NATO-s për të quar demokracinë në ato vende. Dhe ndryshimi mes nesh dhe atyre është që ne kemi Bashkimin Evropian, ata nuk e kanë Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian është burimi më i madh dhe i vetëm në botë për të mësuar si ndërtohen institucionet, dhe i gjithë procesi i integrimit, i negociatave, është një proces transferimi i dijes nga Brukseli këtu në Tiranë, dhe ky transferim dije është një bekim, sepse atë dije nuk e krijon dot një vend me forcat e veta, kur paguan çmimin e një historie pa shtet dhe pa institucione deri shumë vonë, e më pastaj edhe kusurin e një historie ku shteti dhe institucionet nuk ishin kurrë të pozicionuara në funksion të krijimit të barazisë para ligjit. Prandaj unë jam besimplot që ky proces do të shkojë përpara ashtu siç duhet, me të gjitha dhimbjet dhe me të gjitha kostot e veta, ashtu si kundër
jam më i vendosur se asnjëherë së bashku me shumicën qeverisëse që të mos lejojmë të cënohet ajo çka është projektuar dhe të mos lejojmë të lëkundet ajo çka është ndërtuar. Në aspektin e një sistemi të ri dhe të pavarur drejtësie. Nuk është vendi këtu për të folur për kompleksitetin e kësaj sfide, por është vendi këtu për të përfunduar këtë reflektim me besimin që Kongresi Botëror i Ligjit vitin e ardhshëm është një stacion tek i cili ne duhet të shkojmë me një synim dhe me një program për gjatë gjithë harkut të këtij viti, për të siguruar që në atë kongres Shqipëria nuk merr vetëm një vlerësim të jashtëzakonshëm për çka ka bërë deri tani, por edhe shfrytëzon praninë e një numri të pazakonshëm njerëzish që përfaqësojnë botën e shtetit të së drejtës për të dalë me një angazhim të ripërtrirë në raport me të nesërmen. Në ndërkohë, uroj shumë që të gjithë miqtë e ardhur këtu në Tiranë, ndër cilët takova disa dhe vijnë për herë të parë, të shfrytëzojnë rastin për të shijuar Tiranën, për të shijuar Shqipërinë, dhe nga ana tjetër i siguroj që ne do të shkëlqejmë në organizimin e Kongresit dhe do të bëjmë gjithçka duhet që vitin e ardhshëm të kemi gjëra të reja për të thënë dhe progres të mëtejshëm të realizuar në raport me këtë sfidë madhështore dhe të jashtëzakonshme në vështirësinë e vet. Dhe njëkohësisht dua që me këtë rast t'ju shpreh respektin dhe falenderimet të gjithë përfaqësuesve të sistemit drejtësisë këtu në këtë sallë, duke i siguruar që kjo shumicë qeverisë do të jetë gjithmonë një mbështetje e sigurt për ta, duke i siguruar që ata nuk do të ndihen kurrë vetëm në këtë përpjekje, po përkundrazi, dhe nuk do të ndihen jo të vendosur në asnjë lloj presioni tjetër, përveç në presionin e kërkesës legjitime të publikut për ta zbatuar reformën në frymë dhe në gërm, në mënyrë që të arrijmë më shpejt aty ku me siguri do të arrijmë të gjithë së bashku. Shumë faleminderit, shumë respekt. Faleminderit, zoti kryeministër. Tani ju lutem më lejoni të ftojmë për të dëgjuar një ndërhyrje në video nga presidenti i Gjykatës Europiane të Drejtave të Njerëzit, zoti Matias Gajomar. Excellencies, distinguished speakers, fellow jurists, on behalf of the European Court of Human Rights, I wish to thank you for giving me an opportunity to address this opening session of the World Law Congress. Thank you also for welcoming our colleague, Judge Diane Padley, who is representing the court in person. What can a court do for peace? I asked a similar question recently in a lecture I gave at the University in Kyiv in war-torn Ukraine. Of course, a court of law cannot silence the guns of war, but courts and jurists are anything but powerless
in the face of armed conflict. At the wall behind me are the words of René Cassin, former president of our court, one of the architects of the Universal Declaration of Human Rights and of the Convention system, recipient of your World Peace and Liberty Award and Nobel Peace Prize laureate. There will be never peace on this planet as long as human rights are violated in any part of the world. His words have been inscribed on the walls of our courts to serve as a constant reminder of the purpose of our work and the work of all jurists, to use the language of law as an instrument in the service of peace. That is the very premise on which the World Law Congress is built. Over the past decades, our court has been called upon to examine many situations of armed conflict in Europe. There have been over 30 interstate cases since the European Convention of Human Rights entered into force in 1953. In addition, over the course of its history, the court has received well over 18,000 individual applications concerning armed conflict. Currently, 7,500 such applications are pending before the court and processed by a specialist conflicts unit. The most emblematic example of our court's role in response to armed conflict is its judgment in the interstate cases Ukraine and the Netherlands versus Russia, delivered last year. This historic ruling encapsulates the essence of the court's judicial role. First, in ensuring accountability. Without accountability, there can be no lasting peace. Our court currently remains the only international judicial body holding Russia accountable for violations of the human rights protected by the Convention. Second, in recording truth. Our court's judgments provide a permanent historical record bearing a legal stamp. Third, in defending sovereignty. It shows that the European public order cannot tolerate the forced erasure of the legal identity of a member state. Our court has also helped indemnify victims, for example in Cyprus and in Georgia, and solidify peace, for example in Bosnia and Herzegovina and in Northern Ireland. Our judgments create safeguards so that human rights and fundamental freedoms, the very foundations of justice and peace in the world, according to the Convention's preamble, are not easily undermined. And they convey this important message, that human rights always matter, in peacetime and in times of war. I wish to wholeheartedly thank you for hosting this 13th edition of the World Law Congress. It is as necessary and relevant as it was back in 1963. The first World Conference on Peace through Law took place in a world marked by geopolitical tensions and great uncertainty. Today, once again, our world is moving away from the fundamental values and principles of international law. At such a time, we need unity and solidarity of all jurists worldwide. To me, this Congress embodies such unity and solidarity, and a shared commitment to a world governed by law, not by force. In 2027, our court will contribute to the idea of peace through law and the message of the World Law Congress, including by holding a commemorative event on the theme. Today, let me wish you inspiring discussions, and I very much look forward to joining you in person in May next year. Thank you.